Mimrëma të ndëruar shikuese ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Karagajçi në Pej, këtu ku do të jemi me duelin ndërmjet Go Plus Pejës dhe Golden Eagle Yllit, një ndeshje e cila pritet të jetë mjaft interesante me dy skuadrat që kanë bilanc të kundërt në start të këtij viti 2026. Përderisa skuadra e Golden Eagle Yllit po kalon në formë perfekte, duke I renditur fitore të radhazi, në anën tjetër skuadrën e Pejës e ka kapluar kriza e janarit. Një gjë që goxha shpesh I ndodh skuadrës së Pejës, edhe këtë edicion nuk arritën që të e shmangin pejanët këtë krizë që I ka kapluar, sidomos në këtë ndeshje vinë nga humbja e thellë ndaj Trepçës 98-61 pësoi Go Plus Peja me çast me marrëveshje pra edhe u largua trajneri I deri tanishëm I skuadrës Greg Gibson. Sot skuadrën e Pejës do të udhëheq ndihmës trajneri Michael Grilling, teksa tashmë pejanët kanë nënshkruar me trajnerin Damir Milačić. Po shohim rosterin e pejanëve: Lapi Fletën, Shoshaj, Mala Edwards, Williams, Hajdari, Johnson, Berisha, Demaj Hendon dhe Nila, edhe pse po e shohim në formacion kapitenin Dardan Berisha, ai nuk do të jetë në gjendje që të paraqitet edhe sonte. Në anën tjetër trajneri Endre Telshani luan me këtë përbërje: Hall, Shoshi, Bamford, Bashic, Gashi, Morina, Shala, Scott, Ahmeti, Huffman, Allen dhe Erion Kastrati. Pra përderisa skuadra e Pejës e thash po vjen nga humbja e thellë ndaj Trepçës. Shohim edhe pesën startuese: Lapi Fletën, Mala, Johnson dhe Herndon. Në anën tjetër tek skuadra e Yllit startojnë Bamford, Morina, Scott, Huffman dhe Allen. Therandasit po kalojnë me vërtet formë fantastike e në krye të skuadrës, edhe pse nuk kanë arritur të gjejnë një trajner të huaj punë mjaft të mirë, po vazhdon të bën Endre Telshani, si zakonisht kur skuadra e Golden Eagle Yllit I kalon këto krizat me trajner, gjithmonë është aty për skuadrën Endre Telshani dhe me vërtet për të përgëzuar puna e tij, pasi që tashmë I kanë renditur 3 fitore radhazi dhe atë në 3 ndeshje mjaft të forta. Së bashku ishim edhe në duelin e fundit ndaj Sigal Prishtinës, një ndeshje të cilën arritën ta fitojnë sidomos në çerekun e 4 të dominojnë, edhe pse Prishtina u mundua maksimalisht, por nuk arritën që të marrin fitoren. Kur jemi tek Prishtina, Bardh e Kaltrit pësuan pak më parë në duelin ndaj Borës, një tjetër humbje për kryeqytetasit, për Sigal Prishtinën nga skuadra tjetër kryeqytetase. 71-66 Bora arriti që të marrë fitoren shumë të rëndësishme për skuadrën e tyre, teksa edhe Sigal Prishtinën ashtu si skuadrën e Go Plus Pejës e ka kapluar ajo krizë që e përmenda paraprakisht. Do të shohim sonte sa do të arrin skuadra e Pejës të I bën ball Golden Eagle Yllit, që po kalon në formë mjaft të mirë, ndërsa e pam në plan të parë Scott Bamfordin, I cili me të vërtet me ardhje në skuadër ka marrë përgjegjësi një lider I pakontestueshëm dhe plotësisht loja e Therandasve ka ndryshuar duke pasur paraqitje mjaft të mira. Pikërisht me topin e parë po luajnë mysafirët me Allen, Bamford, Scott nuk arriti të realizon. Scott në tendimin për treshe. Gjithsesi topi do të vazhdon të takon skuadrës Golden Eagle Yllit, njëri nga lojtarët e Pejës ka luajtur I fundit. Gzim Morina juan nga gjysmë distanca, nuk është I saktë, edhe një herë rikuperojnë Therandasi te Scott Bamford realizon për 3 pikë për të qelluar pikët e para të mysafirëve. Fletën në anën tjetër për të përgjigjur nuk është I saktë. Topi në duart e Scott edhe një herë. Bamford bukur tek Gzim Morina, deri në fund kapiteni I cili pati paraqitje mjaft të mirë ndaj Sigal Prishtinës. Mjaft mirë ai top tek Shëndrit Lapi, I haruar plotësisht në kosh
realizon pikë të lehta dhe të parat për Pejën për 2-5. Skot tek Morina, Allen. Pasimi I gabuar ishte për Bamford, shkoj prapa ai top. Gjithsesi edhe njerë të pamomentshëm Pejanët nuk arrin që ta marrin, ta vjedhin atë top. Japi mundësinë që të vazhdon sulmi I Therandasve. Morina bukur tek Hafman, lëvizje mashtruese. Dhe realizon edhe Hafman. Johnson. Ka faul ndaj tij. Kthen Jordan Johnson topin tek Fletton edhe njerë Johnson. Malja. Sekundat e fundit të aksionit do të gjuan Jordan Johnson I cili realizon me siren për 5-7. Faul nga Musab Malja në anën tjetër. Nuk e lënë Skotin që ta vazhdon këtë sulm me ndal. Bamford. Hafman. Ball Herndon. Gjen Gzim Morina që do të tenton për 3 pikë. Gzim Morina edhe një herë kapiteni në nivel të detyrës, ashtu siç ishte me treshet e tij edhe ndaj Sigal Prishtinës. Pika e 5 të tij. Fletton në anën tjetër ndalet në gjysmë distancë, nuk qëllon, por Herndon kësaj radhe I vëmendshëm e kthen topin tek Jordan Johnson edhe një herë Herndon. Malja. Bukur ai top tek Herndon I cili arrin të realizon 7-10. Do luaja ngushtë në start. Faul I Herndon ndaj Hoffman, nuk do të pranohen pikët me gjas. Do t'jetë topi anash pasi që para se të gjuante u shkaktua personalja. Po ja sharon këtë rast në drejt Elshanit Gjelal Mumini. Allen. Do të tenton për 3 pikë. Allen nuk është I saktë, është pikërisht Allen ai I cili me 2 treshet e tij në qerekun e 4 ndaj Sigal Prishtinës e nisi atë serin bukur. Në anën tjetër shkon deri në fund Musab Malja. Realizon ndaljet edhe me personale, do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lidh. Ka mundësinë që ta barazon rezultatin 10-10. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë Musab Malja. Gjithçka baraz në Karagaj. Scott. Tek Hafman. I cili nuk arriti ta pranon atë top, ishte në mesin e 2 lojtarëve. Luajti I fundit Hoffman. Jordan Johnson. Fletton do gjuan për 3 pikë, realizon Fletton për të marrë avantazhin skuadra e Pejës në 13-10. Mjaft mirë nisi edhe ndeshjen Mitrovic skuadra e Pejës, por nuk arriti ta mbanat lojën e mirë, tashmë dhe një top I vjedhur
Musab Malja në kundërsolm realizon. E përsi tashmë prej 5 pikëve e skuadrës së Pejës, plus 5 ishte edhe Ylli. 15-10. Vir Gzim Morina të gjuan edhe njerë për treshe, nuk është i sakt, topin e Duarte e fletën. Jordan Johnson tek Shëndrit Llapi, nuk arriti të realizon për balë Gzim Morinës. E në anën tjetër, nuk ja lejon Shëndrit Llapi pikët e lehta. Morinës ka luajtur pikërisht Llapi i fundit. Duhet vazhdon t'i takon topi skuadrës e Golden Eagle-it. Bamford. Gjuajti mjaft interesant atë. Mbeti vetmuar dhe Elshaja ato, por jo për të qëlluar. Scott tek Gzim Morina. Dalet me faul Gzim Morina. Nuk qëllon në tentimin e parë Morina, që po luan tashmë me 5 pikë, më i dalluari në këto minutat e para të Golden Eagle Ylli. As të dytën nuk e qëllon, topin e Duarte e fletën. Mundësi për Pejën që shkëputet edhe më tepër në rezultat. Musab Malja gjitha i bëri miri, mungoj finalizimi, luftoj edhe Shëndrit Llapi me gjithatë. Në kundërsulm Theranda si ndalit gjithsesi kundërsulmi, do të kemi tentim për treshe nga Scott Bamford, nuk qëllon. Shëndrit Llapi e merr top. Jordan Johnson vet deri në fund realizon. 17-10 detyrohet Endrit Elshanit, kërkon time out. Mjaft të motivuar pejanët në këtë përballje, po e kontrollojnë mjaft mirë në këtë çast ndeshjen. Edhe pse ishin në disavantazh prej 5 pikëve, gradualisht i shohim të rikthehen në lojë dhe të marrin edhe avantazhin më të thellë sonte prej 7 pikëve. Rikthehemi pas time-outit. Tashmë pas time-outit të kërkuar nga Endrit Elshanit, të shojmë ato të arinë Theranda si të ndalin lojën e mirë të Pejës që pati në këto momente. Topin e Duarte Scott nuk tentoi për të redë, të luan 1-1 me Musab Malja, realizon Antoine Scott. Jordan Johnson në anën tjetër, gjithë shkon vetë në fund, dalit me faul, të tjetë në virën gjuajtjes së lirë.
realizon Jordan Johnson në tentimin e parë, teksa shohim Edwards që po përgatitet futet në lojë. I sakt edhe në të dytën. Ullet Herndon, Edwards në lojë në vend të tij. Allen shkon topi tek gëzim Morina. Morina nuk qëlloj përballë shëndrit llapit. Musab Mala në anën tjetër nuk realizon shëndrit llapi në nivel të detyrës, vjen nga brapa për ta përmirësuar. Edhe një tjetër personale nga Musab Mala, i cili duhet të ulet Arti Hajdari në lojë. Allen gjuan nga gjysmë distanca, realizon kësaj radhe Allen. Jordan Johnson tek Flatten, Edwards për 3. Nuk është i sakt, topi në duart e Liz Shoshit. Performancë fenomenale e Lizit ishte ajo e mesjavës me 20 pikë të realizuara ndaj Sigal Prishtinës. Allen kthen topin të Klisi. Gjuan, por nuk arriti të realizon. Topi do të i takon Golden Eagle yllit. Dojnë tashme sekundat. Teksa Jordan Johnson super i disponuar duke të sonte. Shkëndiri në fond e realizon bigën e tij të 9. 23-14. Scott tek Morina. Antoine Scott nuk arriti të qëllon. Shëndrit llapi edhe njerë me i larti. Jordan Johnson tek llapi. Edwards realizon. Cesar Edwards kontrolli plotësisht në anën e Go Plus Payers. 25-14 krijohet tashmë edhe përsia 2 shifrore e pejanëve. Scott Bamford tenton për 3 pikë. Realizon me qetësi Bamford. Sa Jordan Johnson vjen treshja në anën tjetër, jo dhe pikët, por vazhdon akcioni i skuadrës së Pejës e në flak është Jordan Johnson sonte. Edhe një herë qëllon, as një herë nuk ka gabuar. 2-2 për treshe, 2-2 për dyshe, 4-4 nga loja e 2-2 nga vija gjuajtjes së lirë, më meritori për epërsinë e skuadrës së Pejës. Jordan Johnson. Antoine Scott në anën tjetër tek Zimorina, i cili gjuan për 3, nuk qëllon. Jordan Johnson, Flatten, gjuan për 3 pikë, nuk është i saka asaj. Shpejt në kundër sulm, Antoine Scott nuk i lejon të vendosen në mbrojtje lojtarët e Go Plus Pejës. Arrin të realizon kur kemi hyrë në sekondat e fundit të qerrekut të parë. Jordan Johnson gjen ndërtimin bukur tek Edwards, nuk qëlloj, e në anën tjetër Allen
E ndalë me faul Arti Hajdari, nuk ja lejon pikët, tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Trevor Allen. Në lojë. Tashmë është edhe. është Shawn Williams. Teksa shumë të përgatitet futet në lojë dhe Fatlin Shoshaj, por edhe Herndon do t'ullën lapi e Fletton. Ka merituar disa minuta pushim paraqitje mjaft e mirë e Shëndrit Lapit. 4 pike, 4 kërcime, 1 asistim. Mjaft i angazhuar në këto minutat e para. Ellen qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë për 28-20. E qëllon edhe të dytën. Njëzet me 21. Ashtë më shkryet në 7 avantajji i PS, që shkoj deri në plus 11. Arti Hajdari. Deri në fund, Arti Hajdari realizon në deportim 30-21. Bamford. Deri në fund, Skadë Bamford realizon. Përfundon qereku i parë 30-23, paraqitje mjaft e mire PS që edhe pse ishte në disavantazh për 5 pikëve, gradualisht e mori kontrollin e ndeshjes, ndërsa krijoi edhe e përsi prej 11 pikëve. Fal lojës fantastike të Jordan Johnson që është i pagabueshëm nga loja, 12 pikë të tij, 4-4 në tentimet nga loja dhe 2-2 nga vija e gjuajtjes së lirë, kontriboi edhe me 2 kërcime e 1 asistim në disponim mjaft të mirë sonte Jordan Johnson. Shohim si do të përgjigjet tani më në qerekun e dytë skuadra e Golden Eagle Yllit. Rikthehemi pas pak. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin TikTok. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bankë me shku. Banka Prokredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me qerekun e dytë të duelit ndërmjet Go plus PS e Golden Eagle Yllit. Një qerek i parë më i mirë i skuadrës së PS, definitivisht e dirigjuan këtë 10 minutësh fal lojës së mirë të Jordan Johnson, se li është ullur për të pushuar dhe do të shohim tashmë si do të përgjigjet në këtë qerek Golden Eagle Ylli. E thash edhe më parë, edhe në Mitrovic startoi më mirë skuadra e PS në qerekun e parë, megjithatë më pas Trepqa arriti të marrat fitoren e thellë, ndërsa sonte shohim a do të arrijë Pejan deri në fund
të kenë paraqitjen e tilla, po Golden Eagle Ylli do të përgjigjet. Najdari ndalet me faul nga Bashic. Një shojmë edhe njerë personalin e Lovro Bashic ndaj Arti Hajdarit. Dimi për treshej Artit, i cili nuk tregohet i sakt. Kthehet Flatten në loj, Herndon ullet. Bashic bukur tek Liz Shoshi që realizon gullitje e bukur e tij, alley-oopi Bashic ndalet edhe me faul. Liz Shoshi në këtë mënyrë në vazhdimsi e sulmonte si Gal Prishtinë në Golden Eagle Ylli. Dhe Liz Shoshi qëlloi ato 20 pikët e tij. Nuk qëllon nga gjuajtja e lirë, mbetet e shkurtër gjuajtja. 30-25. Pasimi fort për Edward nga Flatten. Allen në anën tjetër. Nuk qëllon, Liz Shoshi lufton. Ka presionin Lisi. Një top të disputueshëm. Bashic që rikëtan topin në loj tek Allen. Erion Kastrati. Njerë Bashic, edhe njerë Liz Shoshi e kësaj rave blokohet nga Flatten, topi kthehet në duart e Erion Kastrati, përfundojnë sekundat. Mbrojtje e mirë e pejanëve. Një shojmë edhe njerë e kuptoj kësaj rave. Flatten dhe blokoj Liz Shoshin. Williams, ka një faul. Shto personalja e Erion Kastratit. Ndalet loja me kërkesë të gjyqtarëve. Kërkoj i gjyqtari Gjelal Mumini që të mos lejohet publika të futet në fush. Antarë dhe policisë Kosovës së vendosur. Teksa vjen debërtimi, Flatten realizon ndalet edhe me faul. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Shini debërtimin e Flatten, edhe një tjetër personale e Erion Kastratit. Tashmë edhe një të lirë ka Flatten. Nuk e qëllan Liz Shoshi. E merë top në kosh Kastrati. Bashic. Pasimi gabuar i Bashic për Erion Kastratin. Mjafti fort që përfundon jashtë. Për pak sa nuk e humbë edhe skuadra e Peës, topin me atë pasim të Williams gjithsesi. Flatten, Shoshaj. Tek Edwards i cili realizon
Edhe Mutej vazhdojnë kontrolin në anën e skuadrës së PES. 34-25. Ellen nuk qëllën, Liz Shoshi ka marrë topin në kësh, nuk arrin ta përmirëson asaj, topin në duart e Arti Hajdarit, Williams. Hajdari për 3, Gjuan, Arti Hajdari realizon. Edhe një herë rikthehet e përsia 2 shifrore dhe kjo është më e thella sonte. Prej 12 pikëve 37 me 25. Erion Kastrati të Gjuan për 3. Nuk arriti të realizon. Shoshaj. E nuk shkon pasimi Edwards. Por shpejt e humbin edhe Ferranda si topin. Edhe Lovre Bashi që vjedh atë për Ellen kundër Solm. Normalisht nuk huq. Realizon pikë të leta. 37-27 gabimet të shumta në të dy anët për disa sekunda. Edwards tek Arti Hajdari. Edhe një herë i sakt Hajdari, 39-27. Bamford tek Liz Shoshi. Gjysmë distanca nuk qëllon. Edhe një tjetër tentim për 3 pikë nga Hajdari, nuk është i sakt. Tek sa të tjetë në kundërsolm Liz Shoshi. Cili e pam që ngri dorën, kërkon zëvendësim. Ullet Liz Shoshi, Hoffman në loj. Teksa edhe Hall tashmë është në loj minutat e para për të tek Therandasit. Williams, Fletton, hum topin Bashic. Bamford, edhe njerë Bashic, bukur tek Hall, aksion i bukur i Therandasit që përfundon me pikë 39-31. Vazhdimsi në ndjekje të rezultatit është skuadra e Golden Eagle Yllit. Saab Mala nuk qëllon nga gjysmë distanca. Hall. Tentimi për 3 pikë nga Scott Bamford. Edhe një herë i sakt. Treshja e tretë nga 4 tentime. Më i dalluari tek skuadra e Golden Eagle Yllit, nuk ka treshje nga Williams në anën tjetër. 39-34 mundësi për Golden Eagle Yllit të afrohet edhe më tepër në rezultat. Scott Bamford. Gjuan, ka ndihmën e tabeles nuk arriti të realizon, por Hoffman është në vendin e duhur për ta përmirësuar tashmë. Time out Michael Grilling. Afrohet në rezultat skuadra e Golden Eagle Yllit 39-36. Ishin duke shkuar gjërat mjaft mirë për PEN, megjithatë tashmë merr një iniciativë të lehtë ekipi Therandas edhe sonte edhe në këto momente e udhëhequr nga Scott Bamford, cili tashmë i ka 11 pikë të realizuara. Dëshojmë a do të arrijnë deri në fund të kësaj pjese të parë të marrin edhe avantazhin. Mysafirët dëshojmë rikthehemi pas këtij timeouti.
Katër minuta 22 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Flatën do të tenton për 3 pike shkurtër, mbetet gjuajtja, topi në duart e Scott Bamford. Bashic e rikthen topin edhe një herë tek Bamford. Bashic do të tenton tani për 3, nuk qëllon. Huffman merr një herë kërcimin, lufta e tij me Herndon. Nuk qëllon. Erion Kastrati i vëmendshëm e kthen topin tek Scott Bamford, i cili nuk arriti të realizon kësaj radhe. U mundësin të barazon rezultatin. Flatën në anën tjetër, nuk qëllon asaj. Megjithatë Herndon është aty për ta marrë kërcimin. Bukur e kthen top Flatën tek Herndon, që realizon ndaljet edhe me personale. E shohim edhe njerë pasimin e Flatën për Herndon. Edhe një gjuajtje e lirë do t'jetë për të. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, por Flatën i vëmendshëm edhe një tjetër kërcim në sulm. Jordan Johnson, e parë që ka bën sonte, nuk arriti të realizon. Nisën në kundërsulm mysafirët Scott Bamford, huq edhe një herë për treshe e ndalit në kundërsulm. Për tentuar për 3. Mala, Hajdari, Arti Hajdari, Jordan Johnson, 3 lojtarë janë aty. Flatën, Musab Mala, Arti i lirë, por nuk e sheh. Gjithsesi, e kthen tek Flatën, i cili realizon edhe në fytyrat e lojtarëve pe ansonte, po shohim një disponim më ndryshe. Mjaft të angazhuar, 24-36, Hall arrin të realizon. Daljet edhe me faul nga Jordan Johnson, të shohim edhe njerë. Mjaft diskutabel është ky rast, u duk i vendosur Jordan Johnson. Gjithsesi, personalja është e Jordan Johnson, edhe pse u vendos. Kështu e vlerësojnë gjyqtarët. Kësa Hall e qëllon edhe gjuajtjen e lirë. E hum topin Jordan Johnson. I jep mundësin yllit që të afrohet edhe më tepër në rezultat. Hall nuk qëllon nga gjysmë distanca. Jordan Johnson me topin. Ndal me faul Hall, nuk ja lejon kundër sulmin. Tashmë në bonusër skuadra e Golden Eagle Yllit do t'janë 2 të lira për Jordan Johnsonin, i cili ka 12 pikë më i dalluari. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt Jordan Johnson për 45 me 39. Bashic tek Hoffman. Te Bashic bukur tek Hoffman, i cili realizon me alley-oop 45-41. Jordan Johnson do të tenton, nuk qëllon. Topi në duart e Scott Bamford. Bashic. Hall do të gjuan për 3. Nuk qëllon. Arti Hajdari e merr topin, nisë shpejt në kundërsulm pe janë gjithsesi ndaljen kësaj radhe.
Jordan Johnson, Herndon, Sab Malja, Arti Hajdari në sekundat e fundit të aksionit, gjuan për 3, nuk është i sakt. Nuk është dhe ko për diçka më tepër. Bamford. Bashic i cili do të tenton për 3 pikë realizon edhe Bashic. Plotësisht në lojë tashmë skuadra e Golden Eagle Yllit. 45-24 ishte e përsia prej 12 pikëve pejanëve që nuk arritën të mbajnë. Jordan Johnson realizon edhe njerë për 3. Dal në skenë edhe njerë Jordan Johnson, 16 pikë të ti. 28-24. Për të përgjigjur në anën tjetër, Scott Bamford i përgjigjet treshës së Jordan Johnsonit. Edhe njerë vetëm +1. Johnson arrin të mban topin, Musab Malja ka gabuar në hapa. Definitivisht i komplikoj gjërat Musab Malja. E shojmë edhe njëherë gabimin në hapa të Musab Maljës, i cili e humb topin dhe i jep hapësirë skuadrës së Golden Eagle Yllit. 9.8 sekonda janë deri në përfundim të pjesës së parë. Dhe Therandasit mund të shkojnë në pushim edhe me avantazh. Do shojmë ma do të arrin të shfrytëzojnë këto sekondat e fundit. Pavarësisht që Pea e kontrolloi më mirë këtë pjesë të parë, pati e përsi edhe prej 12 pikëve, gjithsesi duke ju afruar fundit. Tashmë kontrollin në anën e Golden Eagle Yllit. Rikthehemi pas timeoutit. Pra 9.8 shoj ma të të arinë skuadra e Golden Eagle Yllit të shfrytëzon sekundat. Lovre Bashic blokohet nga Edwards, nuk i lejon pikë të lehta aty. E shojmë edhe njerë depërtimin dhe blokadën Edwards. Vazhdon të jetë tupi në anën e Yllit 3.1. Bashic tek Huffman. Teksa ka shkaktuar faul Jordan Johnson. 0.9 sekundës ka mbetur Bamford. Do të gjuan për Tereshe. Teksa edhe pse kërkuan një faul, Gjelal Mumini tha që ju ishte simulim apo flopi. Gjithsesi skuadra e Pes nuk e lejoi Golden Eagle Yllin që të shkon pushim me avantazh. Ishte Pea që krijoi përsi prej 12 pikëve dhe pam gradualisht të rikthehet në lojë Golden Eagle Ylli që po udhëhiqet edhe sonte nga Scott Bamford me 14 pikë të tij. E në anën tjetër në flak në 20 minutat e para është Jordan Johnson tek Pea me 16 pikë, 4 kërcime. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer me pjesën e dytë.